Tani, këtu kemi një paradoks tjetër. Nëse ne do kishim një Shqipëri që i mungon të mendimi, pra një Shqipëri që ka zbrastim mendim, atëherë po, do donte kuptim ta nisnim nga e para, nëse hajde të ngrem themelin dhe pastaj avash avash të bëjmë godinën e kombit. Por ne kemi patur në vërtet shumë të mençur dhe shumë të ditur dhe kanë thënë gjëra të jashtëzakonshme që nëse shoqëria shqiptare do t'i kishte dëgjuar, do t'i kishte zbatuar, çfarë ata kanë shkruar. Konica, Gjeshpishta, dhe unë i kam risjell për të thënë, nuk ka nevojë të na dëgjoni neve që jemi sot. Mjafton të kuptoni që asnjë nga ne nuk jemi nga e para. Dhe përderisa asnjë nga ne nuk jemi nga e para, do të thotë që këto mendime këtu janë të certifikuara nga këto. Por ka padur një ngërç shoqëria jonë që çuditërisht kur nuk ka zgjedhur të mençur. Unë e them shpesh herë, si është e mundur, bëjni këtë pyetje vetes, si është e mundur që nuk dua ty në politikën e kohës apo në simpatitë e kohës atërshme, por si është e mundur që ne kemi patur gjallë edhe Gjeshpishtën, edhe Fajkonicën, edhe Metifrashkin, edhe Vitafrashkin, edhe Petromarko, edhe gjithë në hartë, pa fund, por në parlament ministra të zgjedhëm, nuk kishim asnjërin prej tyre. Si është e mundur që kur ne kishim mendimtarët të cilët barabiteshin me mendimtarët e kohës, jo Apolineri që ishte kryetari, ishte folë për Konicën, kryetari i Akademisë së Shkencave të Francës, po fliste për Konicën, e quante Konicën enciklopedia që ecën mbi dy këmbë. Sot gjejmë në Departamentin Amerikan të Shtetit konsiderata për ministrin fuqiplot të Shqipërisë, se kështu i quajnë ambasadori për Fajin Konicën, që ishte mendje ndritur i gjithë trupit diplomatik për cilin Departamenti Amerikan të Shtetit dhe elitat e Washingtonit bënin kërkesë dhe zinin radhë për të patur shansin të kishim një gotë çaje, një gotë verë në të. Për të marrë dije, për të fitur dije prej tij. Ne e përshdume vetëm mënyrë që ai ndjeton dhe ishte të pranonte pozicionin e ambasadorit. Mendoni pak, unë e kam marrë vesh të gjë, unë jam tronditur. A e dini që njeriu i parë që ka mbitur flamurin, para Ismail Qemarit ka qenë Den Xheluli? Në 6 prill Den Xheluli ka ngritur flamurin në Deçic të Marit Si. U thirr në Shqipëri në një konak shqiptar, u tradhtua dhe u ngra. Por gjëja që ma kanë thënë dhe ma kanë treguar dhe me dokumenta zyrtare, që më kanë tradhuar më shumë ishte që eshtrat e Den Xhelulit u futën në të njëjtin thes me eshtrat e patër Gjeshpishtës dhe u hodhën në lugë dhe askush nuk e di. 2 patriotë të mëdhenj, njëri i Pushkës e tjetri i Pemës, u hodhën në lugë. Dhe ne nuk i themi këto gjëra. Ne nuk i diskutojmë këto gjëra. Ne i nënshmojmë këto gjëra. Se u shoh krenarin me tundi flamujsh dhe shumë mirë, pra u qoftë. Por a e din peshën e ati flamurit? A e din peshën e ati flamurit ata që e tundin atë flamurit? Kush do? Në protesta, revolucione, apo stadiume, në koncerte apo në gaste, ku të duan? A e din peshën e ati flamurit?